Ky emision mundësohet nga Podravka. Përshëndetje për të gjithë ju shikues të dashur, mirë se po takohemi në një tjetër emision Plus Minus. Jeni bashkë me mua Ariana Berishën dhe jemi për momentin në ambientet e jashtme të Radika Mountain Resort. Këtu po e shohim pishinën e cila për momentin nuk është aktive, por që gjatësinë së verës bëhet shumë bukur. Por gjithashtu mos harroj, kur jemi tek pishina, ju tregoj që Radika Mountain Resort ka një pishinë fantastike të brendshme. Gjithashtu sauna spa është fantastike. Unë jam duke e pi një çaj të frutave nga Podravka, e cila po më ndihmon me e kalu këtë të ftohtin këtu në Mavrov. Por gjithashtu dua të falenderoj Podravkën, e cila çdo herë mundson realizimin e emisionit Plus Minus. E ne mbetet të shihet se kë e kemi sot mysafir. Përshëndetje, si je? Moshe si gjep. Po, shikues dashur, një ndër pjesë që më shumë t'i krenohet në IPA Petrol është shërbimi. Pjesë integrale e misionit të IPA Petrol është shërbimi ndaj klientit, i cili ofron sa më shumë komoditet për të gjithë ata që vozisin, pra që vinë për gjithë klientët në IPA Petrol. Unë jam gjithmonë e lumtur që vi këtu dhe kam i kpritin më të mirën, por gjithashtu edhe shërbimin më të mirë. Përshëndetje. A mundem që tani ofer me menu veç me Sprite? Jo, kurgjo. Faleminderit shumë. Përshëndetje. Po. Faleminderit shumë. Hello, jena prap bashkë dhe marr rrugën për në Mavrov, si gjithmonë, si çdo javë që ne shkojmë dhe xhirojmë për emisionin Plus Minus me mysafir të ndryshëm. Unë kam marr rrugën me veturën nga Automita Renault Rafale, i cili po më pëlqen shumë dhe nuk po mundem me ndru, domethënë unë me marr gjithmonë të njëjtën veturë, sepse është shumë komod, por ndër të tjera ka Matrix Lights, ka heads-up display, maps, ka shumë opsione ndryshme, edhe gjithashtu ka edhe Harman Kardon, por unë normalisht që këtë veturë ma shumë më pëlqen interieri i saj, që ka një ndërgjarje fantastik. Atë shumë dhe natë. Që të një me neve se kemi me vazhdu në Mavrov tek Radika. Tashmë po besoj që jeni mësu me i po ato qastet, atë përmbledhjen e shkurtër, se si vim deri këtu tek Radika Mountain Resort, unë pa tjetër që i marrë veturat më të mira tek Automita, por gjithashtu edhe me naftën më të mirë në IPA Petrol, dhe kur nuk vi pa e ngrën nga një burger në Burger King.
E tash këtu me mua janë 2 mysafir, për dallim nga javët e tjera. Këtu me mua është Brikenda Karicaj, ose si që ju e njeni, Briki, dhe Besar Zeneli. Mirë se ardhët. Mirë se gjatë. Besi, Briki, a u lodhët gjatë rrugës, dhe sa mbretë të fëtor? Jo, nuk u lodhë. Ti e lodhë. Masi na konë gjatë gjithë rrugës bashkë, kena po dhe muhabet, kështu nga ka shku koha. Qas folë shumë. Qa keni folë, po m'intereson kështu me di, qëfar tema keni prejkë? Zakonisht kopë nëne për infrastrukturë, dhe mjë ka pak rëshqis. Jo, do gropa. Pak për juve. Po ku po shkoj na hejmë më dhe zëtë të shtu. Po sa e vizitoni Mavrovën? Hera po. Hera e parë, për ty, Briki? Edhe për mu hera parë, po... A pjo pëlqen? Po këna pëndu që s'ko marrë me vizitu ma herët, se po pëlqen. Po du të marrë ma shpesh. E tash, po besoj që kemi marrë ma shpesh edhe me shiu këtë bukuri që e kemi këto. Liçenin a ketë me pa? Jo, hala. Edhe pse vetë sa kanë rri, kështu që në bas intervistës kemi po me pa këtë bukuri. Po, saja, skia, gjitha e kemi. Teleferek. Pistën e skijimit, qka do që doni? Qu? Felojna krejt. Ajni ma vullë. Po m'janë shumë mirë, është knaqësimi u pas këto dëve. Po besoj që kjo energji e mirë ju për cilë ton kohës. Jeni shoqënia e mirë, po besoj. Po, normal se shoqënia e mirë, energjia e mirë të lidhë me njerës që e kitë njëtën energji, po ka shumë edhe po me Brikin bëjmë fan. Edhe kafe me dalë me bije bëjmë interesant. Qysh është Briki kështu jashtë kamerave? Ka do brina, i lenë, kamera e brinat, jo. Nice është, unë e kam shoqë shumë mirë Brikin edhe që kjo është këtë puna, nështë atë energjia që kur del me pi qatë kafe, qëfar do halli që ki, e gjoni var energjiet mirë, kesh, bën mua bet nice, për që ta është shësnia. Po. Briki, qysh është Besi? Jashtë kamerave? Energjin e Besit e kom di edhe mrena në beg, sa jena konë, dhe me thonë ka qenë njani prej personat që jom përshtat tepër me to, edhe po ashtu dhe Santin, kështu ashtu jemi edhe koj shqit që atë, me një mahal jemi krejt, Dili pini kafe unë e aty, Besi, Santi, po që me Besin dhe me thonë takomi shumë shpesh edhe kalojna shumë mirë bashk, është shumë djali mirë. Si që din krejt, që ashtu që shë ka në beg është edhe jashtë, bile më në thonë që jashtë të hala maj mirë, së këna që më të livdu një anë tjetë. Kuq Besi? Am një dhët njerë, që ti? Unë e kësha do është, pak ma herët e piva një qaj të frutave të malit nga Podravka, kështu që a jeni me pi nga një qaj ju tash? Po e pimbe. Edhe ambienti, edhe ka një Po qaj. bashkë për qaj, ko ka. Po, normal. Po na i bjena? Po. Se po që në po të me... Opa! A më njerë një, qëre! Në lë? Qaj i frutave të malit nga Podravka është e mbushur me frutat malit, gjithashtu në ndimon me u relaksu tash. Sepse ma unë është një pjesë edhe shumë interesante e emisionit, po besoj që ata që na kanë ndjek vazhdimisht e din, po nuk për ju tregoj juve një herë. Besa, po shty është të spesha. Po, ndërë më në kreme. Deri stash këtë e livdu një një tjetërën. Po jo, po kërkesë po një dhe ja aprovova. Për qatë shoqet mire gëme, ja pe aprovova me njerë. Apo shtyush, u paliova. Brikend, të flasim pak për këtë rrugtimin tëndë në jetën publike. Si ka qenë fillimi i krejt këti rrugtimi? Unë e prej që maj men vetën, do me thonë, jo marrë me pjesën e aktrimit, me muzikë. Kom qenë 7 vite në teatrin e Gjakovës, pas ta edhe në Prishtinë, kemi bërë shfaqe ndryshme, njëherë kanë qenë për fëmijë. Do me thonë prej me një moshë shumë të vogël kom fillu. Tani ka qenë ai vendimi për në Përputhën. Ka qenë një vendim për shkak që rrjetet e mia sociale janë kanë bloku komplet, s'kom pas asnjë rrjet social, edhe nuk kom ditë ku me janë nisë prej zeros. Cila është ajo arsyeja që janë bloku rrjetet tua sociale? Histori e gjatë. Që ndoshta mund është me nga tregu shkurtimisht? Nuk besoj që apo nuk po të në nërmend? Janë haku nga dikosh, do me Okej. thonë. Qëllimisht. Edhe u dasht pa tjetër me janis prej diko, edhe ka qenë momentale shumë kështu me aplikun për puthën,
edhe më kanë pranu direkt nesër, më kanë thirë, edhe ja ka vlejt. Pastaj edhe në beg, nuk po thom që ka përfundu qëto, kam qaf prap me marrë pjesë në reality show tjetër, e shoh vetëm kështu në televizion me qenë më aktive, pse jo. Okej. Besi, Vajtë. po tregona pak ti tash për sfidat që i halu si aktor. Derisa të talëm këtë pjesën e Big Brother për pak më vonë, tregona... Se bërë terri, do të më pak më folë për Big Brother. Sfidat e... Sepse besoj që ka sfidat mëdha dhe për me arrit deri këto këtë sukses që Besoj se qëllë profesion i ka sfidat e veta, njët i ka edhe aktrime, po të nga tregu është pak ma i vogël edhe normal që për me mbjetu, për mu kapë, për mu gjinë është pak ma problem, pa marrë parasysh talenti, sa je i talentum. Zakonisht të artistat edhe unë vetë si person me PR personal nuk di mu marrë me, na nuk kena nëj budget që më nush me angazhu edhe menager për aktrim se honorarin që e merë nuk del për veti, li mu mja abdani për sindje, dhe më ndalën trege. Këtë qëto pengesa e bojnë tani pak ma të sfidushëm si profesion, po e përmeni shpesh, po ja vlen me përmen që pasioni e bën vetën edhe ti nuk e vrenë që të farë sfide. Që është zanat që dush me sakrifiku, po të bën lumë tërvesh me prezencën në mu personalisht. Se kom pasion aktrimin edhe dhe më bën lumë të vetë prezenca pjesëmarrja në aktrim, dhe më që e kom profesion. Edhe gjitha sfidë, gjitha si, edhe nuk është me kohë, nuk është që ja bëj vetit shumë kodër kështu. Në përgjithësi e kam një farë rafshi. Edhe mas nej kur t'ja nis me pas sukses edhe përmbushësh artistikisht, se zakonisht artistat kanë ego artistike që dallën pak pej. Edhe që ajo ego kur ja nis me të përmbush, ti je shumë okej me vetë. Po, ke projektet shumë da, po cili është ndoshta një projekt që ti i ndi më rehat si aktor? Normal, kështu si zhanre janë nisë rahatin e gjena në teatr. Edhe tani shfasit jenë të larmishme, varsisht më do knasësh ma shumë, po e kom një për që ata kur të kom që të pytje, kom problem me vequ diçka, se në momentin që janë nisi me majtë prova, si për film, si për gjithë shka që ka të bëjmë me artë, që përmena pasionin, ja bëj dyqysh që jo në më knasë që e më të bo. A është ndoshta një nga arsyet më të mëdha është që ndoshta e don aq shumë profesionin tënd? E don aq shumë aktrimin? Po, është fat nëse ja qëllën në profesion. Është fat nëse ja qëllën në profesionit, se që ajo profesionin që e dën, edhe e punon, po edhe mund të kur përcaktohesh çfarë dën pi vetës, ja ke qëllu çati profesioni, gjithçka të vjen në lehtë, gjithçka e dën më shumë se ku më di çfarë pune tjetër. Edhe normal që ki me shiju shumë ma shumë. Edhe çdo projekt që e bëj, e gjej gjithmonë një farë mënyre me dashur ose personazhin, ka njerë të ndresh ekipa, adin është relative kështu çka ta përcaktën qatë knatësi. Po më përgjithësi gjithmonë e gjej një diçka që qaj projekt me pas me lujtën e me knatësi. Se të ke fundit na aktorët e shesëm disponim, emocion, energji, e teatri e vrenë shumë, se teatrin e ki publikin për para, energjin të andjen publiku. Ka njëherë të qash mirë nina të lujt, nashta nuk kem të lujt shumë mirë. Po është një farë iluzioni për publikun që live se a i manin energjin jo shumë lujen. Edhe zakonisht tani është një farë loj sekreti me lujt mirë, me mu përfatsu mirë në përshfaqe, ti është me energji edhe me dash që ato që jetu e bo. Se që ato e vrenë publiku. E teatri për që ata o pak ma i mirë për aktor se e ki feedbackin, që ato këti ki që atë. Për njëherë, pas shfaqës me njëherë. Unë për jo shfaqë që jeni shumë rehat, edhe unë jam shumë rehat, në këto sofa, dhe karigën dhe ambientin që duhet të falenderojmë pa tjetër Solos, që na kanë mundësuar këtë studio kaq të bukur dhe kaq të rehatshme. Unë po juftoj që të vazhdoni të na ndiqni, sepse po shkëputemi për një blog të shkurtër të marketingut, por rikthehemi vetëm pas pak këtu me Besin dhe me Brikin. U rikthyem pas blog të marketingut, këtu bashkë me mua, Besi dhe Briki. Si ishte eksperienca juaj në Big Brother?
Ishte s'na ishte. Edhe si erdhi deri te vendimi, besi po du me dëgju prej teje. Wow. Si vendose me hyn Big Brother? Normal, kur mu ka bo ftesa, na u ka bo mua dhe Valirës dyve bashkë, edhe Valirja nuk doshti me hi, po edhe unë nuk është që kom pas fort qef me hi me Valirën, se dyqysh unë për vete ja dalë shumë mirë. Po kur është edhe Valirja me mu, tash aty kish mujt dikush më më qitë jashtë kontrollit, të e ditë se qëfar lojra është bëhen në formatet e tilla. Edhe disha dhe shave ngucë në kush tani dalim nga vetja apo gjërat e tilla të pahishme. Që për vete s'pujnë Cilat nuk kanë hije? Po, nuk rrinë, se jo, po është ma letë kur të ngacmon dikush ose diçka. Po unë e kom pas, shumë thonë në përmene, gjithmonë me provu si eksperiencë. Tjetër çka që kur hen aty, nuk mundesh edhe mu deklaru se hen pak ai sensi lojës, a din, edhe dën mos mu kallzu se hivish për eksperiencë. Po unë ato që kom dashur të marr për Vigut e kom marr pikërisht eksperiencën, një farë lloj tretmani psikologjik shumë interesant që mundesh më ia bë vetës, se mundesh më marr me veten kivak. Shumë. Edhe tretman psikologjik, bash varet çysh e merr edhe për çka hen, për çka mu më ka bo mirë, e kom shiju, edhe në momentin që mu ka bo ftesa, nuk është që e kom diskutu shumë, edhe kom thonë okej, po hi, edhe Po Valirja çka tha? Ajo, veç ma ka bo që mu nësi sene më shka. Se u stresu, se u kom shumë stresu, ishë interesant për familjare shumë stresuse. Nuk e kom ditë nëse nuk e kom pos kërkën familjes më big, e di që ajo u stresu shumë me një motër e jemja, du thonë, gjithë mund të ta bojt gallën se nuk e di qysh jem duk, po e di që për ato kom pak ma stresu se u dasht më marrë me teshat, një jam të tash, edhe angazhim 3 puna o konë të imot në qatë kohë, plus edhe në 4 punë, ja kom qitë blokë. Punë ekstra, puna ma e madhe ti. Po, edhe e di që e ka marrë me stres, e se me i këmë tonë nuk e përsëriti ma, këtë gabim. A ka qenë gabim, realisht? Ja, jo, gabim që ka hek vajza në fjallë, se jo, në shumë mirë kom... Për ty si eksperiencë nuk ka qenë gabim? Ja, vlenë gjithmonë. Edhe kushdo që e ka në dyshim, bën me provu. Briki, ti si vendose me u fut në Big Brother? Unë e kom vendosur sa e di një javë para se me fillu Bigo. E kom vendosur kështu taman. Nuk jem kanë shumë e sigurt prej fillimit. Jam e gatshme me qenë Big Brother, ajo. Nashti njerëz më kanë pa që ato 2 javë shumë të qetë, ama jam pak tip temperament. Ka njëherë nuk di me marrit atë mesin, edhe mas shumë dit jam tutë për që ato. Po unë jam falenderuese shumë që mrena, përveç që ka qenë eksperiencë e mirë, shumë e shkurt, po unë e kom raporte shumë të mira me disa prej banorëve. Edhe për shembull jam shumë falenderuese për shembull që edhe Besin e kom taku. Kom taku shumë banorë tjerë që sot i kom raporte shumë të mira me ta. Edhe nëse unë s'kom fitu diçka më të madhe prej Bigut, unë e kom fitu një shoqëni shumë të mirë. Edhe pse koha shumë e shkurt, po mendoj që u kanë që të pa gabim. E di që kësha ujtë e bërë shumë ma shumë, ose na i skandal, ose jam shumë e qetë, ose jam shumë temperamente. Po që ashtu u ka në shkruve 2 javë dhe nashti s'kom donë maksimumin prej vetës, se ka qenë edhe koha shumë e shkurt. Po një anë e kom cek edhe me një intervist ma herët që qatë ditë që kom dalë ka bo aksident ma me jem. Edhe u kanë shumë interesant se as nuk jo mërzit, as pak që jom dalë qatë ditë. Ma shumë ma kanë imponu tani njerës të më thonë se ki meritu, jo kështu, jo ta kanë bo kështu. Edhe kanë... Po ta imponojnë deshtes deshte, tani hen edhe menon, a thu, është qashtu për një me. Po, eksperienca mbas si keni dalë prej shtëpisë Big Brother, si ka qenë? Ato sukseset, sepse besoj që është më ndryshe. Menoj që për mu ka qenë ma mirë, se sa do që kanë dalë ma vonë. Edhe nashtë e kanë pas atë famen ma të madhe. Se ka njerë dush me ditë edhe qysh me shfridzu. A ke ditë me shfridzu ti? Po. Nashti që më kanë edhe ma e përgaditme, në atë mënyrë, se unë jam, do më thonë, jam kanë edhe në përputhë, një marë gjithë me televizion, me muzikë, me teatër, jam kanë qëto rjedha. Edhe nuk është që unë kom bo për shumë reklama ma herët, jam marë me shumë sene edhe ma herët para Bigut. Kështu që e kom menagju shumë mirë kur kom dalë pri Bigut, edhe, do më thonë, jam dalëne, tani Ledi ka shku në Amerikë, që ka pas emnë dhe ideali, jem kanë në një muj, me thonë, e vetëmja që jem kanë jashtë. Edhe ko marrë shumë vëmendje që ato 3 javë të para, nuk e di qysh
Ke marrë vëmendje... Po shumë interesant u kanë, se me najtë veç 2 javë, unë e pisha dhe qëta banor tjerë që po dalin. Nuk po do këtë qatë që interesant, sikur... Ke marrë vëmendje shumë edhe rreth fizikut, pra pamjes fizike. Fizik 5 që ka pas. Ka pas edhe komente ndryshme, po nuk e dija i ke marrë si kritika, apo si komplimente disa prej tyre. Si ke reagu në këto raste? Do më thonë, këto komentet, si negative, si pozitive, faleminderit krejtve, po edhe ato negative, faleminderit, se nuk i marrë shumë parasysh komentet negative, mu i me marrë diçka që mu më hynë punë edhe me përmisu ndërko, po edhe ato komentet e këqia bojnë matë forte dhe me mendu pak nashta qa me ndryshte vetë. Po mes eksperiencës së përputhën dhe Big Brother, cilën e veçon më shumë dhe cila mendon që të ka jep më shumë vëmendje? Dyjat janë 2 eksperiencat tepër të mira edhe se cila ka të veçantin e vetë, po përputhën ka qenë një eksperiencë shumë ma fuqishme për mu. Ka pas sfida ma shumë, nashtë e arsyeja që ka qenë edhe ma fatgjate. Kam qenë me një vend, kam pas shumë sfida edhe në familje, se jënë kanë krejt kunder mos me hinë përputhën. Edhe kom marrë qatë vendim veç vetë, jëmë shku, jëmë nisë, edhe s'kom dit asa kom pare me vete. Edhe momentin që familja e me kanë kuptu që kom fillu vetëm gjirimet, më kanë bloku gjithë shka. Edhe jom metë në Tiranë pa asë një cent, edhe s'disha të qysh me jabu ma. Edhe që që dojë? Jom kanë me një periud që nashtë s'u beso njerës, po edhe arin më kanë ndodhë që e kom shqit. Edhe s'kom hek dorë për të isha qatë kom hit tash, po në vek edhe i nati tani prej familjes tem, me thonë, u ktheva se s'pata pare. Se normal, në familjen e kom pas në bështetje, se nuk jem kanë të punu kur gjotë qatë periud. Edhe o kanë tepër interesant se edhe kur jem pajtu për shumë me mamin, jem kanë të folë me to, po ashtu a i nati që është, ma ka bo si befasi në emision, tani se di shumë emocione ka pas. Shumë interesant ka qenë përputën. Besi, a ki ndonjë moment kështu interesant që ka ndodhë gjatë ndonjë shfaqje ose ndonjë gjirimi që mundësh me nga të regu këtu në studio? Diçka shumë interesante që ka ndodhë? Për besë me midjen, ato gjëra interesante ndodhen gjithmonë, po e sikletshme është në skenë kur të hup teksti veç, nuk është e rrallë. Nuk është e rrallë? Jo, se për publiku nuk e vrenë, po aty në 2 sekonda ti... Edhe që ka ndodhë në ato momente? Gjinët, njëri gjenshëm. Në komi gjenshëm mu kop dika. Komi është ka njerë shumë fani se e harën një fjallë që është ma lehtë mu thonë, e të vjen me një ma e komplikume. Dhe dhe punë e ndrunit. Edhe po në ndodhë në përshfaqje. Për që ta është e bukura në teatr. Se ki adrenalin që të përshatu, ose të hup loja, ose të hup teksti. E në gjirime, zakonisht, kur nga gjiru seriale, komedi, keshin, po jem këgja serios, kështu shumë interesant, nuk keshi. Ku me di qëfar skene me konë komediu, kur cët janë njësaj akcija në më bënu në... Nuk po mbesohet që to, brike? Po jo, me besohet të bëjtë. A në misen këtë përja kjesë, jo, këtë së problem. Besi, gjithashtu edhe bashkëshortja Valiria, cilën e përmendë edhe më herët, është një aktore shumë e dashur për publikun, gjithashtu edhe profesioni i njëjtë. A mundesh më na tregu pak për raportin e juj? A keni ndonjëherë keq kuptime ose... E mira që në angazhime në profesionet s'ka keq kuptime, edhe në dim ku je. Për shembull tash, unë kur jam lidhur me Valirën, ajo u konë fakultet të aktrimit, unë fakultet të aktrimit. Edhe u konë një periudhë, një vjet ose 2 që jem konë super xheles. Po veç një sene kom pas të ndalume, kështu për vetit, jo për sajna, kur ka shku në prova, kur shku në teatr, kur shku në gjirime, dhe në qatë kulmin e gjelozis, në qatë pjesë kur nuk se kom pengu. Edhe dhe se kom dit me vlerësu qatë pjesë dhe kom thonë, këta nuk bën me preka, përdin, a kur delën kafe, kam zëj, po dhe me thonë në prova e sene jo. E qaj ndodhe dhe me Valirën dhe me mu se kuptojna shumë mirë profesionin. E të një në qatë pjesë shumë, e të kuptën, ajo ka qenë sfidu se veç si profesione, edhe si një qift me gjithë punë në mazar. Edhe se të njëtit profesionet të e po që po ka një sfide shkurt mas diplomimit është, nuk e din ka njerë kam jamajt, po për ndryshe unë jem shumë me fat që... Cili është ma gjelojës?
Unë tash ka në rrua jo ku mo ka shku, po apet më që jam unë. Tash është Ka femna xhelozin të dallon pak moshkull e femna. Se femna mund me xhelozu edhe kështu në shoqëni, pse do në vëmendjen. Tash e kalon zotin, nuk kam fajën. E lypin vëmendjen. Femnat mundet me të humbë vëmendje kanë edhe me shoqëni, jo pronaj femnës e diçka. E na pjesë tani po femna është pak më komplekse, më xheloze. Pak na mordorën, po gjinën. Me secilë dashuri. Po. Sakrificat që ja vlen është, nuk është diçka. E tash është koha që të presim edhe ushqimin, e kemi një specialitet, keni me provu, dhe me zi po pres me i dëgjua dhe komentet e juja. Të ushtoj vetën. Ani tash në asje. është vërtet ushqimi mirë. Edhe me këtë pami madhështore që e kemi këndej, këthauni pak, që kemi me pa mas emisionit. Që shëni e zogin. Të po e presim edhe Anin tash. Andi po vjen në ushqimin. Andi po vjen. Andi po vjen. Hajde të këshirim që na ka pru. Lopën, pas ka pru. Andi faleminderit shumë. E që tash mua afru pak me. Afro brike. Përgjys. Edhe provoja. Qa kina mi bo, na me unë është ta? Kur? Ndaje me dorë. Tash. Na lërë, se une jam me shumë me nga të reshkurat. Që për vetë jem të do, mësë më këshërë asi gjentëllini e këtë. Ka e të shotë që më kisë botë në me pak më ndo që të... Sa me provu. Beste këthej që kënina. A i nisë të? Hajde. Hajde se po du me i dëgju komentet e juja. A i një të gjiru, po? E unë për derisa Briki dhe Besi po e provojnë ushqimin, dua të falenderoj shumë pjenë më të re energjike në treg. Mërë naj perim. Black Brewing, që për këtë fillim vit, po besoj që na nevojitës shumë energji e re dhe e mirë, të cilën tashme mund të gjeni në të gjitha marketet e Kosovës. Refresh your energy me Black Brewing. Për A për pëlqen? Po më në një koka mishe për beso. Se di qish mishin abeden. Nice koka. Ju boft mirë. Cilat janë planit e juaja kështu në të ardhmen? Po du me dëgju prej Briket. Jesë, s'tashtë kom zërë, jesë të. Herë shumë e mirë komplimente për kuzhinjerin ishte e mirë. Për një me e mirë. Nësë rajë. Ilim shëndur. Edhe kom, se në kom, bëse që ja ka bu kështë një Vazhdo se dhjeta diqka. Planet e mija për të ardhmen, unë jam të dashtë me hap një dyqan, me roba, brand timin, që shumë shpejt kom hap, është në pytja krejt një javë, 2 javë, deri sa ti përmbylli krejt senet. Kështu që keni me marrë vesh, deri që tash krejt që am kanë pyt qaj të bo, qaj është duk, jam kanë të punu, edhe të marrë me që ato që unë e kom pas që dëshirë me realizu. A munda me dit pak stilin, si quët, edhe më nga të regu ku prodhot, a prodhot në Kosovë? Disa janë Kosovë, disa nuk janë në Kosovë, s'pjau të regoj tash krejt. S'po dhe me nga të regu detaje. Po, amo emrin e kom zgjedhë shumë interesant, që para më nuk gjithë më kanë që është Doku Wow. Okej. Më Doku Wow. Po, dhe me qëllu pa më nga pej lupë që Doku Wow. Jo, do me thonë deri që tash këtë senet që kom dasht, i kom arrit, se qysh i kom arrit,
nashti mu ka dashur më shumë kohë, po në fund e kom marrit qëllimin tem. Kështu që kjo është qëllimi që e kom pas për këtë vit, edhe prej janarit është një vit komplet i ri edhe me risi për mu. Po, me zi po presim e pa pra dhe koleksionin e parë që der. Edhe mund të shmarë më vesh. Faleminderit shumë, po besoj që kanë me qenë shumë të bukra. Besi, e kemi pa disa gjirime që i ke bo... Po, unë e Kazanopi. E ardhmi është veç Kazanopi, ja. Kështu biznise eksencione në zdi, në është ta bëhen, po planet janë veç ka profesioni aktrimi, edhe që tash është bëhet një pilot projekt. Në fakt, vetë projekti, është projekt ndërkombëtar, po me storje të shqiptarit, të në shqiptarit në Zvicër. Po vetë si projekt është pak më i komplikuar se që kena punu dhe i sot. Edhe nuk e di tash ku kanë vazhdu ata me produksione me sene më bogati, që është një projekt serios, ndërkombëtar që pretendon Netflix e HBO njënën për 102 euro. Planet e tjera, diçka? Planet e tjera është... Mos e u kalzo për kredi. Unë jam aktor dhe dhe me thonë edhe kur shkon që bëj audicione, dhe më shkoj në audicione. Kështu që një plan është gjithmonë duke u ekzekutuar. E ne shikues të dashur, po shkëputemi edhe për një blog të shkurtër të marketingut. Qëndroni me ne sepse do rikthehemi vetëm pas pak me Brikin dhe me Besin dhe me pyetjet e djegsta. U rikthyem pas blogut të marketingut këtu në studio e unë dua t'ju tregoj për një produkt të ri në treg nga Lactalis. Stay Strong, puding me shije të ndryshme për plot proteina që e merr me veti në ushtrime, në zyre, në shtëpi, në rrugë e kudo tjetër. Për me pas një ditë produktive, Stay Strong produktet janë zgjidhja më e mirë. E pasi që jemi tek Stay Strong, unë kisha dashur që me ndjekë së bashku një material nga Ben Njeri, edhe po rikthehemi më vonë me ato pyetjet e djegsta pas Benit. Ajni gati? Përshëndetje dashamirë të bjeshkëve të Kosovës. Jemi në bjeshk të Tropojës, ose me emrin e ri, bjeshka Gacaferit. Jemi pra në komunë të Junikut, në një ndër vendet më të bukura në Kosovë. Sot kemi ardhur te Gacaferi Guest House me bë një promovim të kësaj bjeshke të bukur, duke u ngjitur me skia deri në maje, pra dhe të kufini për mes Shqipnisë dhe Kosovës, edhe të bëjmë një lëshim me skia disa herë për të treguar se edhe ky vend ka potencial të madh për shndrimin e një vendi shumë atraktiv në botë. Okej, këtu jemi të stani i Gacaferve, ose Gacaferi Guest House në bjeshtë të Tropojës, ose në bjeshtë të Gacaferit. Tash vjen koha për me u ngjit lart. Unë do të shkoj me skia, ndërsa Arsa do të ngjitet me rrath bore. A kishe mujt me na shpjegu çka janë rrathet e borës? Po patjetër, do me thonë për krejt ata të cilët dëshirojnë me bo ecje dhe gjatë dimrit, munden mi përdor këto që në gjuhën to njihen si rrath bore, ndërsa me një emër ndërkombëtar quhen edhe snowshoes. Këtu me mu i kam një palë snowshoes, duken përafërsisht kështu, mirë po ka disa lloje. Dhe si që po e shihni është si përfaqe ma e gjerë, e cila e pamundson sharimin e thellë kur kemi shumë borë. Për këtë arsye, përmes këtyre rrath borëve ose snowshoes, unë do të ngjitem përderisa Beni ngjitet me ski.
patë edhe vetë, Kosova dhe kjo pjesë e Kosovës nashta është pjesa me potencialin më të madh për zhvillimin e turizmit ferrajt. Ferrajt do të thonë turizëm jashtë pistave. Në një Evropë ku secilën ditë po mjesin shumë më pak vendet po komercializuara me teleferika dhe në pista komerciale. Çdo herë më shumë skiatorët evropian, ta që janë pak më odor më ferrajt, po kanë qef me pa vende më të largëta ku s'ka shumë zhvillim në aspektin e infrastrukturës. Dikush më do thonë që për neve nashta o keq që s'kem ndërtu edhe që s'kem mujt me pas një zhvillim, edhe pse mendoj që disa vjesh duhet me pas zhvillim edhe pistat njëjta se ato në vendet ndryshme të Evropës ose të botës, po mandej edhe kjo që s'ka, kem fillu me shit si produkt interesant edhe pivon shumë tërheqës. Fillimisht vjeshtën emra dhe emrin e kam tërheqës, në anglisht Accursed Mountains, tingëllën interesant, e mandej edhe vetë Kosova që jo ma largë se 25 vjetë ka qenë luftë dhe ka qenë vend i mbyllur për të hujt. Kur vinë këtu pëndrojnë kuptimin komplet. Okej, këtu në Bjeshtë Tropojës e takum edhe Jani nga Czech Republic, dhe më thonë nga Çekia, që sa po kësuj me shokët e tij prej Gjeravicës. Jani, do you like it here? It's amazing. It's amazing set up. It's very like something unique. You know what you don't find in Alps. It's just pure Balkan experience. I think take you up the mountain. You over here alone, which is the best like thing. What we find out, like we are absolutely alone over here, and the skiing is amazing. Lots of possibilities. Okay. And lots of things to ski. So we definitely coming back. Okej, pas disa lëshimeve të bukura në përshtigjet të paharrueshme të Bjeshkës së Tropojës, edhe këtij epizodi erdhi fundi. Shpresojmë se kjo Bjeshkë ju ka pëlqyer. Deri në episodin e ardhshëm, mirëmeqi. Ndoqëm edhe materialin nga Benjeri, e tash është koha për disa pyetje të djegsta, të cilat ose përgjigjeni, ose hani specin e djegst. Është zgjidhja tek ju. Çfarë djegsta janë këto pyetje dhe fafarona, domthonë na kanë pru edhe kësi gjërash që kena me kohë të djegst. Letrat e kuzhinës nga Bora. Këto s'ka lidhje, inshallah pyetjet janë. Jo këtë një hongër, jo. Jo për sofa. Gjithmonë i përdorim këto letrat higjienike nga Bora. I kemi gjithmonë pranë. Po, prandaj. Fafarën. Pyetje djegst. Me cilin po doni me fillu? Po, unë po vi qatë afër jush. Ku po shkon me? Shtiu pak. Po, kallëzoj më në edhe Shtiu këtu. pak. Po do më na marrë me të mirë, diçka manipulu. Po, afru nga, po, ashtu. Me cilin po fillojmë? Çepe. Bese. Me Besina? Meran. Kushu kam punë? Trego sa je paguar për qëndrimin tënd në Big Brother. Që në ta maj? Mos po i dën dy. Mos ma përzi se po m'vjen qa i njëti. Nëse ju në shpenzime, merre. Shpejt u dorëzove, bre. Dere palomën. Pa koment, Farë heq. solit. Edhe një e kom për Shkje ty. djegsta? Heq. Dhe që në mjetë pa mirë shumë djegsta kanë. Edhe një tjetër e po kom mund tash. tërojnë. Prete. Prete, apelin. A më dashtë më përgjigj bes. Jo besë s'ka përgjigj. Vje do sa me kërku favorën. Pas ka diçka të vërtet këto. Ko, Ko. gjysa... Me rëndësi ku ka pagu. Po, po. Qanë me rëndësi, po sa s'u na tregoni hëngër fafaronin. A është e vërtet që e largu për 3 orë nga Big Brother dhe trego arsyen pse? Po, kum pas intervenim dham. Jo, është e vërtet, dhe s'ka në më fshet.
kur ki diçka intervenim del, por nuk bën më nejt ma shumë se 24 orë, për ndryshe prej ashtosh. Ke kallëzu? Ha? A e kanë ditë banor tjerë? Po e kam pasë që si jam aty, s'ki ku më shep. Po a e kanë ditë ku ke shku, a ke guxu me tregu arsyen? Zakonisht edhe nuk e kena nguc njëri tjetrin, se shkam për një arsye gjithmonë shëndetësore. Nuk e dal për tjetër arsye. Tash kalojmë te brike. Brike? Te që je dal 2 ditë. Unë që më dalë 3 muj. Me cilin prej ftyrave publike ke qenë më shumë se shok? Ftyrave Një bese jenë të këqit, të thamë dike. me asnjë. Tash me zërë që i kënë se nështë një një pëlqy, a i fjoli. Ose në ashtë mundit edhe mos me mranë men, ose... Ma mirë mësë ja për me menin stash, mësë më të kujtuhem ja për me menin. Nuk kom kujtohet diçka këto... Jo, s'është se kom pas diçka në erë, me diton prej ftyrave publike. A jenë lidhje? A, pyetja dytë që kja? Jo, nuk jam lidhje. A je sigurt? Shumë në 100% s'po na tregon Jo, diçka. unë e di sigurt. Po m'doket që s'po na tregon diçka. Jo, e dhe mund të vërtet, sot nuk jam. mu më kallëzën. Gjithë s'kam E kallëzën. kom një dhuratë unë se kom dëgju që Brikit i pëlqen një produkt shumë. Qo mo? Më të zuj, pato. Patosi më i ri, i djegst me lime. Kom dëgju që të pëlqen shumë edhe i hanë shumë. Faleminderit shumë. Mi dhurat. Super dhurat. Qele tash, më së bërë me t'jokë. A me qela jo? Jo, rruje për vete. Faleminderit shumë. Për besin mundemi me pas diçka tjetër, mu i mi adhurun një pje energjike Black Brewing. Me pas energji, kështu që... Bese është i prakte, bese veç edhe qëta edhe... Jo në qele në vend, shto. Nuk të e shtojt. Ja, për shumë për që ta ju pas ki qitë se gjera peceta, higjenike. Po. Faleminderit shumë që ishit pjesë e emisionit Plus Minus, ishte vërtet kënaqësi, dhe po shpresoj që e kemi përcjell këtë energji të mirë që e patëm këto edhe tek shikuesit tonë. Faleminderit për ftesën, ishte Faleminderit edhe juve. Shumë suksese. Ftesën edhe kemi kalu shumë mirë, pastaj edhe bese. Po dhe unë, po. Ketë. E ku ka më mirë me e përmbyll ditën se me një pamje kaq të bukur ku jam unë tash përballë hotelit Radika Mountain Resort. E pat edhe intervistën bashkë me Brikin dhe me Besin, po besoj që keni kalu çaste të këndshme dhe jeni kënaqur duke përcjell këtë energji pozitive. Unë dua të falenderoj të gjithë ata që kanë mundësuar emisionin Plus Minus. Veçanërisht Podravkën, e cila si çdo herë është mbështetja më e madhe e emisionit Plus Minus. Gjithashtu dua të falenderoj edhe Automita, IP Petrol, Burger King, Patos, P&K, Stay Strong dhe Bora. E ne shemi përsëri javën e ardhshme, kështu që mos harroni të na ndisni. Ky emision mundësohet nga Podravka.